Përshëndetje. Sot në këtë video kemi vendosur të flasim për prokrastinimi. Çfarë është prokrastinimi, si dhe 12 tipet e prokrastinimit. Do mundohemi t'i shtjellojmë pak sa më thellë, me disa shembuj të thjeshtë dhe të kuptueshëm, sepse shpesh herë ne mendojmë që gjithçka ndodh për një arsye, apo kjo apo ajo. E vërteta është sepse të gjithë jemi pjesë e njërit prej 12 tipeve të prokrastinimit. Ku do t'i shtjellojmë më poshtë, duke shpjeguar se si ndodhin pa e kuptuar ne. Po përpara se të flasim, le ta shpjegojmë se çfarë është prokrastinimi, me fjalë sa më thjeshta. Prokrastinimi është në vetvete të shtysh një detyrë që e di që duhet ta bësh, edhe pse je në dijeni të pasojave. Ky fenomen ndodh shpesh kur ndihesh i bllokuar, i lodhur ose i friksuar nga mendimi i përballjes me një detyrë të caktuar. Kjo sjell stres dhe ankth. Dhe ndonjëherë krijon një rreth vicioz, e shtyn, ndihesh keq, përshtyr dhe pastaj shtyn edhe më shumë. Po pse e bën? Kjo mund të lidhet me shumë faktorë psikologjik, si frika nga dështimi, perfeksionimi, ankthi i pamundshmës, mungesa e motivimit, si dhe frika nga përgjegjësia. Në thelb, prokrastinimi është një mbrojtje emocionale që përdorim për të shmangur përballjen me emocionet e vështira, që mund të na sjellë një detyrë e caktuar apo si një synim apo një qëllim. Megjithatë, do nëse duket si një zgjidhje afat shkurtër, ai na dëmton mirëqenien tonë afat gjatë. Le t'i shtjellim pak më poshtë 12 tipet e prokrastinimit. Ndër tipat e prokrastinimit është perfeksionizmi. Shpesh në rrethin tuaj apo ndoshta edhe vet keni parë dikë që thotë do shkruaj një libër, por që asnjëherë s'e shkruaj, ose dikë që do botoj një libër, por që asnjëherë s'e boto. Ndërto jam edhe unë, kam shkruajtur mbi 3 libra, kam bo gati për t'i botu, po gjithmonë gjej një justifikim, ha sot, ha nesër, është kjo, është ajo. Pra, ky është ai që nuk nis asnjë gjë. Por ka dhe me nivele të ndryshme, dikush mund të jetë në diçka, dikush në diçka tjetër. Sepse në vetvete perfeksionizmi ose njerëzit që e gjejnë veten të perfeksionisti, mendojnë se duhet të jetë perfekt që nga fillimi. Frika nga gabimi e ndalon të veproj, si të ndryshojnë her mas here, nuk e lejojnë veten të bëjë diçka që nuk është perfekte, por në të vërtetë përpjekja është më e rëndësishme se perfeksioni, sepse perfeksioni nuk ekziston. Vetëm Zoti është perfekt. 2. Frikazaku i suksesit. Ky ka shumë mundësi dhe aftësi, por ka frikë se nëse përpiqet dhe dështon, do shënjej veten dhe njerëzit përreth vetes. Si të ndryshojmë? Kujto që çdo mundësi që humbim është më shumë dështim se sa çdo gabim që ne bëjmë. Pra, të veprojmë pavarësisht frikrave që ne kemi në një synim, në një qëllim, në gjithçka. 3. Rebeluesi. Shumë vetë besoj janë pjesë e njërit prej tipeve të prokrastinimit, që është rebeluesi. Janë njerëz që nuk morin komanda. Ky nuk e bën punën sepse ndjen se po i imponohet. Pra janë njerëz që mendojnë se po i imponohet diçka, ka një qëllim, po shtyn gjithçka për të mbrojtur lirinë që ai mendon se po ja shtypin. Si ta ndryshojmë? Ta kthejmë detyrën në një zgjidhje personale. Të veprojmë sepse është në të mirën e vetes tonë. Jo për të rebeluar kundër dikujt tjetër, siç janë prindrit që në vegjëli ose mësuest, apo menaxherat ku punojnë në një kompani, apo në një biznes të caktuar, që nuk është e nevojshme ti jesh më shumë se ç'duhet rebelues, por është mirë të përdorish mendimin analitik
çfarë fiton ti në radhë parë nga ky veprim që po bën. Jo se çfarë tha dikush tjetër në një formë që mund të jetë komanduese ose diçka tjetër. Kjo është pra rebulusit e brendshëm. Ndrimtarët, pra ka plot ide dhe plane, por asnjëherë nuk e nis atë që ka menduar. Shpesh në botën e vet të brendshme ndërro për shumë gjëra dhe në produktivitet, pra për ta nxjerrur në jetën reale diçka të prekshme, gjithmonë stopon. Si të ndryshojnë. Nuk mund të presim gjithmonë për frymëzim. Duhet të veprojmë pa u ndjek gati. Sepse frymëzimi vjen pas veprimit. Pra, kur morëm një hap, sado i vështirë, sado ato emocionet e brendshme tona, hezitimet e shumë tjera, duhet të reagojmë. 5. Shmangësi emocional. Pra, shmangësi emocional është kur e shtyn punën sepse ajo të shkakton emocione të vështira, ankth, turp, frikë, e shumë emocione të llojeve të ndryshme. Si ta ndryshojmë? Të përballemi me ato emocione, për të mos i shtym ato. Një moment ankthi është më i lehtë se sa ta shtysh gjithmonë. 6. Njerëz që janë gjithmonë të zënë me gjëra të vogla. Këto njerëz janë gjithmonë në lëvizje, por me gjëra që nuk kanë rëndësi. Si të ndryshosh? Të përqendrohem në atë që është më rëndësishme. Pra të bëj diçka që është me prioritet, fitimprurse e shumë tjera. 7. Sakrifikuesi për të tjerët. Këto lloj tipash janë gjithmonë, ose si më thënë, kanë frymën e shenjtë, njerëz që gjithmonë ndihmojnë të tjerët, por në fund listës është vetja e tyre. Për çdo arsye, për çdo kërkesë të dikujt tjetër, ato thënë po dhe veprojnë gjithmonë duke ndihmuar të tjerët, nuk shikojnë veten e tyre në radhë parë apo familjen. Pra e kanë vështirë të thojnë jo. Edhe këtu, gradualisht, këto lloj njerëzish që janë pjesë pra të numri 7 të sakrifikuesi për tjerët, mësojnë të thojnë edhe jo. Duke marrë parasysh edhe pasthjermat e njerëzve tjerë, sepse dihet kujt i bën një ner të falenderoj. Kur bën nerin e dytë, ai mendon që ti e ke për detyrë për ta bërë. Nuk është turp thosh jo. 8. Ai që është i apasionuar. Pra njerëz që presin frymëzim. Njerëz mendojnë që për të bërë një reagim duhet ndjen në humor të caktuar për të punuar. Por që shpesh kalojnë vite, javë, ditë duke pritur që të marrin frymëzimin. Si ndryshon? Siç e prekëm pak edhe më sipër, frymëzimi vjen nga veprimi, jo nga presioni për të qenë i frymëzuar. Pra edhe një herë, jo gjithmonë disa gjëra që janë të rëndësishme për ne, ose që mund të sjellin sukses ne, është e nevojshme që ne duhet të kemi frymëzim për t'i realizuar ato. I apasionuari që fiket shpejt. Pra 9. Shumë nga djemt ose vajzat ose familjar duke filluar që tek palestrat, tek vendime në biznes apo në shumë gjëra, në fillim janë tepër entuziast, e morin me hof, domethënë me këmbgulje në fillimet e para, pastaj shuhen. Duke pas probleme me emocionet e tyre, ato mendimet e mrenshme që i shkaktojnë depulesa, duke naturalizuar me mendimin e të mos vepruarit dhe duke mos reaguar në synimin që kanë. 10. Vendndëshkuesit. Disa njerëz që gjykojnë veten. Shpesh
dëgjojmë në për shumë rrethët tonë familjar apo kudo, shoqëri kudo, që edhe këto janë një pjesë e rëndësishme shoqëri, mendojnë që nuk e meritojnë suksesin dhe kështu do më thonë nuk bëjnë asnjë gjë për të përmirësuar. Pra gjykojnë nga fjalët e njerëzve, si dhe gjykojnë më shumë se sa fjalët e njerëzve gjykojnë veten, si ndryshojnë. Të kujtojmë që këto njerëz, sidomos të gjithë njerëzit në tokë që kur i ka sjell Zoti meritojnë të kenë sukses. Pra të mos e ndëshkojnë veten për njësi që nuk janë reale. 11. Ankthi. Pra në tek tipi 11 janë edhe këtu të shumë njerëzit, tek hipnoza ose NLP-ja më ka ndodhur që shumë prej njerëzve të jenë pjesë e kësaj, disa e perceptojnë veten si janë anxiety, e gjejnë justifikime pak më shumë se ç'duhet. Këto janë njerëz që mbushin veten me skenar imagjinar. Dhe çdo detyrë, çdo veprim që mund të ndërmarrin një jetë, atyre u duket si mal. Shpesh shoqëria e karakterizohet si dëmbela, por këto njerëz mund të ndryshojnë. Si mund ndryshojnë? Ti shkruajnë frikrat e tyre që i stopojnë në një fletë dhe të kuptojnë që shumica e tyre nuk janë asgjë, pasi dihet mbi 85% menimeve negative të çdo njeriu me shkencë, me çdo gjë që i kalojnë në menimet në kokë nuk ndodhin. Nuk pohet kollaj me fjalë, thjesht duhet gjesh anën e brendshme tënde të stabilizosh emocionet me meditim, me sure ose me duke lexuar Bibël ose cili do fe që mund të jesh, duke punuar që të gjesh paqen e brendshme. 12. Harresa e pses. Këto janë njerëz që janë të lodhur shumë nga puna që bëjnë. Sepse që në fillim ato harrojnë se pse e bëjnë. Pra njerëz që reagojnë autopilot, çojnë mjes pa ditë se ku po shkojnë, thjesht ai, si më thon, instikti, shkojnë punë e shumë gjëra, por vjen një kohë, kalojnë 1 vit, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet, thjesht bë ciklin e jetës puno ushqeu, pa marrë një hap të rëndësishëm jetën e tyre duke bërë ndryshime të caktuara, siç mund të jenë duke investuar tek vetja për përmirësim në një biznes, në një marrëdhënie të re apo diçka produktive, diçka që duket. Pra këto janë njerëz që bëjnë ciklin e autopilotit. Edhe janë tepër paragjykues me jetën e njerëzve që marrin rreziqe, që shpesh nga momenti kur këto janë në atë shkallën, ato shpesh mund të shkojnë minus, por që gradualisht ato prapë nxiten. Pra njerëzit këmbgulës, luftarak që luftojnë për të ecë përpara, sepse vetvete synimi, suksesi kanë edhe rrezik, ka uljet e ngritjet. Këto janë njerëz që rrinë stabil. Thjesht punojnë, hajnë, nuk po dalim tek pjesa e sarkazmës. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video. Nëse ndjeni mund të bëni subscribe apo abonim, apo like në TikTok apo në Instagram, kudo që na shikoni. Shihemi në videon tjetër. Ditë mbarë.